Horoskopi datë 5 dhjetor 2025. Dashi. Energjia e ditës për dashin është si një zjarr që ndizet shpejt, por sot ke edhe një ndjenjë të veçantë qetësie që të ndihmon të mendosh me maturi. Mund të vesh re se disa njerëz rreth teje kërkojnë mbështetje, udhëzim ose vendime të shpejta nga ana jote. Ti ke aftësinë t'u japësh drejtim pa e humbur fokusin tënd personal. Në fushën e punës, mund të shfaqen mundësi që lidhen me përgjegjësi të reja. Edhe pse në fillim mund të duken të lodhshme, në fakt do të sjellin rritje dhe vlerësim. Mos i shmang sfidat. Je një shenjë që lulëzon pikërisht kur situatat bëhen më të ndërlikuara. Në dashuri, sot je më i hapur emocionalisht se sa zakonisht. Nëse je në një lidhje, partneri mund të shohë më të afërt, komunikueshëm dhe të butë. Ti nuk i tregon gjithmonë emocionet në sipërfaqe, por sot një diskutim i sinqert mund të forcojë besimin. Demi. Sot Demi gjen një ekuilibër të mrekullueshëm mes rehatisë së brendshme dhe dëshirës për të arritur diçka të prekshme. Ke ide të qarta dhe durim të admirueshëm që do t'i përdorësh për të përfunduar projekte të lëna përgjithësi. Njerëzit rreth teje do të kërkojnë mendimin tënd sepse ke një aftësi shumë të mirë për të parë detajet që të tjerët shpesh janë ndeshkalojnë. Në punë mund të kesh një moment realizimi që të frymëzon drejt një ndryshimi, qoftë një metodë e re, një objektiv që ndoshta ke pasur frikë ta ndjekësh, apo një plan. Emocionalisht ndihesh më i qetë dhe i konsoliduar. Në dashuri, marrëdhëniet marrin një ton më të ëmbël dhe më të qëndrueshëm. Nëse je në çift, do të kesh nevojë për një atmosferë të qetë, të ngrohtë dhe të parashikueshme, ku mund të shprehesh pa angurim. Partneri mund të surprizojë me një gest të vogël, por të rëndësishëm. Për beqarët, një njohje e re mund të vijë pikërisht në një ambient të qetë dhe familjar. Binjakët. Sot ke një shpërthim të madh mendimesh, idesh dhe impulsesh kreative. Mendja jote është në maksimum dhe mund të marrësh vendime të shpejta që do të çojnë drejt progresit. Por kujdes, vrulli i madh mund të të shpërqendrojë në detaje të vogla. Në punë, komunikimi është arma jote më e fortë. Takimet, mesazhet, bisedat me kolegë ose diskutimet e sinqerta do të hapin dyer të reja. Mos u habit nëse dikush të kërkon për një projekt ku nevojitet pikërisht aftësia jote për t'i lidhur idetë dhe njerëzit së bashku. Emocionalisht po përjeton një ditë dinamike. Në dashuri ti do spontanitetin dhe sot pikërisht këtë do të marrësh. Nëse je në një lidhje, një bisedë e hapur dhe e thellë do t'ju afrojë më shumë. Për beqarët, një flirt i papritur mund të ndezë ditën. Ndoshta me dikë që shfaq inteligjencë dhe humor të mirë, dy cilësitë që ty të tërheqin më shumë. Kujdes me blerjet online. Gaforja. Dita e sotme sjell një valë të ngrohtë emocionesh për gaforren. Ti je më intuitiv se zakonisht dhe e kupton energjinë e njerëzve përreth pa shumë mundim. Në punë, do të favorizoj puna në grup. Mund të jesh mbështetje emocionale e dikujt që ka nevojë për qetësi. Po ashtu mund të marrësh një vendim që lidhet me të ardhmen tënde profesionale. Diçka që ndoshta e ke menduar prej kohësh, por sot të duket më e qartë. Në dashuri, kjo ditë ka ngrohtësi të veçantë. Partneri mund të kërkojë më shumë intimitet që të sidhe për kushtim. Në veprime do të jenë më të buta, më të thella dhe shpesh pa shumë fjalë, sepse ju e kuptoni njëri tjetrin me gjuhë emocionale. Beqarët mund të kenë nostalgji për dikë nga e kaluara, por sot duhet të kuptoni nëse kjo është një ndjenjë e vërtet apo thjesht një kujtim emocional. Financat janë të qëndrueshme, investo në shëndetin tënd emocional dhe atë fizik. Mund të ndihesh Luani. Sot Luani shkëlqen dhe pa u përpjekur. Ka një magnetizëm të natyrshëm tek ti që i bën njerëzit të ndjenë të sigurt, të frymëzuar dhe të motivuar. Në punë mund të marrësh rolin e udhëheqësit pa e kërkuar fare. Të tjerët shohin tek ti një njerëz që i merr gjërat seriozisht, por me elegancë dhe vetbesim. Mund të vijë një lajm i mirë që lidhet me një ngritje, një projekt të ri ose mundësi bashkëpunimi. Sot ambienti rreth teje e njeh vlerën tënde dhe ti je gati të marrësh atë që të takon. Në dashuri je i zjarrt, i sinqert dhe dëshirues. Luanët nuk din t'i bëjnë gjërat me gjysmë zemre, dhe sot ky pasion i brendshëm rritet më shumë. Nëse jeni në një lidhje, partneri do të ndijë ngrohtësinë dhe përkushtimin tuaj. Mund të keni një mbrëmje të qetë me emocione të thella. Për beqarët, dikush mund t'ju vështrojë me admirim dhe heshtje. Një njohje e re vjen me energji pozitive. Në planin financiar jeni në rrugën e duhur. Sot mund të mendohet për një investim të guximshëm.
Virgjëresha. Sot është një ditë ku Virgjëresha shkëlqen me qetësinë dhe logjikën e saj. Jeni të fokusuar dhe organizuar, por ajo që e bën ditën të veçantë është aftësia për të vënë rregull jo vetëm jashtë, por edhe brenda vetes. Në punë mund të marrësh vlerësim nga dikush që nuk e prisje. Idetë tua praktike do të bien në sy dhe mund të sjellin një detyrë të re që të çon më afër objektivave afatgjat. Në dashuri Virgjëresha shpesh shfaqet e rezervuar, por sot mund të hapeni më shumë emocionalisht. Nëse jeni në një lidhje, partneri ndjen dëshirën për komunikim të sinqertë dhe më të ngrohtë. Mund të flisni për planet e së ardhmes me qetësi dhe pa drama. Për beqarët, një njohje e re mund të vijë përmes punës ose një rrethi intelektual. Financiarisht jeni të kujdesshëm, pasi mund të shfaqet një shpenzim i vogël që ja vlen, diçka praktike që ua bën jetën më të lehtë. Shëndeti është i mirë, po mos e teproni me analizimin e situatave. Kujdes nga lodhja mendore, merrni pushime të vogla gjatë ditës. Peshorja. Energjia e sotme të vendos në qendër të vëmendjes, sidomos në sferën sociale. Peshorja ka aftësi të jashtëzakonshme për të krijuar harmoni, dhe sot kjo aftësi është edhe më e fortë. Mund të ndodhë të zgjidhësh një konflikt të vogël midis njerëzve rreth teje dhe do ta bësh me elegancë. Në punë bashkëpunimet janë të favorizuara. Mund të marrësh një ftesë, një takim ose një ofertë që kërkon prezencën dhe diplomacinë tënde. Në dashuri dita është plot ndjeshmëri dhe bukuri. Nëse jeni në një lidhje, mund të përjetosh një moment shumë romantik. Një shëtitje ose thjesht koha e kaluar së bashku do t'ju afrojë më shumë. Peshorja ka një mënyrë të natyrshme për të zbukuruar çdo moment dhe partneri e vlerëson këtë. Për beqarët, një njohje e re mund të fillojë me një bisedë që më pas merr thellësi emocionale. Dita është perfekte për të flirtuar. Financat janë të qëndrueshme, por mos merrni vendime impulsive. Estetika është e rëndësishme dhe sot rrezikoni të shpenzoni për gjëra luksi. Shëndeti është i mirë, por keni kujdes me ekuilibrin mes detyrave dhe pushimit. Akrepi. Dita e sotme për akrepin ka intensitet emocional të lartë dhe qartësi. Je një shenjë që nuk i bën gjërat sipërfaqësisht dhe sot çdo gjë që prek bëhet më e rëndësishme. Në punë intuita jote është jashtëzakonisht e fortë dhe të drejton drejt vendimeve të duhura. Mund të zbulosh një detaj që shumica nuk e kanë vënë re. Kjo të jep përsi dhe të ndihmon të zgjidhësh probleme që për të tjerët duken të vështira. Në dashuri, emocionet janë të thella dhe magnetike. Nëse je në një lidhje, mund të kesh një bisedë shumë intime me partnerin, të mbushur me sinqeritet. Ndihesh më i kuptuar se zakonisht. Për beqarët, dikush me energji misterioze mund t'ju tërheqë. Është një ditë e mirë për takime që lën bresa. Financat duken pozitive, por ju keni prirje të mendoni gjithmonë më larg se të tjerët. Është një ditë e mirë për planifikim afatgjatë. Në shëndet, vëmendjen e meriton stresi i brendshëm. Bëni aktivitet fizik. Shigjetari. Sot shigjetari ka shpirt të lirë, mendje të hapur dhe dëshirë të madhe për lëvizje. Mund të kesh ide të reja që lidhen me udhëtime, shkollim, projekte krijuese ose zgjerim personal. Dita është perfekte për të nisur diçka të madhe sepse optimizmi yt natyror është në kulm. Në punë do të vlerësojnë për energjinë dhe mendimet inovative. Mund të marrësh një mundësi që të çon drejt ndryshimeve pozitive. Në dashuri ke dëshirë për spontanitet dhe aventurë. Nëse je në çift, një aktivitet ndryshe nga rutina do t'ju sjellë shumë gëzim. Partneri do të ndjejë entuziazmin tënd dhe do të ndjek ritmin tuaj. Për beqarët, dikush mund t'ju tërheqë pikërisht për faktin që është ndryshe, origjinal dhe pak i çmendur në mënyrën më të bukur. Financat janë të mira, por mos u nxito për shpenzime të mëdha pa plan. Shëndeti është në formë të mirë, por energjia e tepërt mund të të lodhë nëse nuk e kanalizon në aktivitet. Lëviz, qesh dhe krijo. Je në elementin tënd. Bricjapi. Sot bricjapi ka fokus të jashtëzakonshëm. Je shenjë ambicioze dhe e qëndrueshme dhe dita të ofron mundësinë për të çuar përpara objektiva që të kanë munduar prej muajsh. Në punë autoriteti yt është i dukshëm. Mund të marrësh përgjegjësi të reja ose të vësh re aftësinë tënde për t'i bërë gjërat si duhet. Një projekt afatgjat hyn në fazë më të qartë dhe premtuese. Në dashuri je më i hapur emocionalisht se zakonisht. Në lidhje mund të ketë një moment të bukur mirëkuptimi, ku partneri sheh sa shumë përkushtohesh edhe në heshtje. Për beqarët, dikush serioz, i pjekur dhe me synime të qarta mund të tërheqë. Dita sjell stabilitet dhe ndjesi sigurie. Financiarisht je në periudhë të mirë për planifikime madhore, blerje, investime dhe kursime. Shëndeti është po ashtu i qëndrueshëm, por mos harro të pushosh.
trupi yt ka nevojë për pushim, po aq sa mendja. Ujori. Kreativiteti është fjala kyç për ujorin sot. Jeni të mbushur me ide, frymëzim dhe dëshirë për të shkëputur nga rutina. Në punë mund të vinë mundësi të papritura, sidomos projekte që lidhen me teknologji, inovacion ose bashkëpunime sociale. Njerëzit presin nga ti të sjellësh diçka të re dhe të guximshme dhe këtë mund ta bësh me lehtësi. Në dashuri ujori ka tendencë të jetë i pavarur, por sot mund të ndjeni dëshirën për të afruar më shumë me dikë. Nëse jeni në lidhje, komunikimi i thellë dhe i ndershëm do t'ju afrojë, por beqarët, një person me mendime unike dhe energji disi të çuditshme, mund ju tërheqë. Dita është perfekte për takime jo tradicionale. Financat janë të qëndrueshme, por mos u nxit nga risitë e shumta. Në shëndet, kujdesu për sistemin nervor. Ritmi i shpejtë i mendimeve mund t'ju lodhë. Pak meditim ose muzikë do të bëjë mrekulli për ju. Peshqit. Sot peshqit notojnë ujëra emocional të thella dhe intuitive. Jeni të ndjeshëm, krijues dhe shumë të lidhur me botën e brendshme. Në punë mund të keni një moment frymëzimi të jashtëzakonshëm, një ide, vizion ose një zgjidhje që ju vjen pothuajse në mënyrë magjike. Intuita juaj është e fuqishme dhe mund t'i besoni plotësisht. Në dashuri, peshqit janë romantik nga natyra dhe sot kjo romancë shfaqet me plot ngjyrat e saj. Nëse jeni në një lidhje, mund të keni një moment shumë emocional me partnerin. Dita sjell ndarje të ëndrave dhe një ndjenjë sigurie shpirtërore. Për beqarët, dikush me një sjellje të mirë mund t'ju tërheqë. Financat janë në një periudhë të qetë, por sot mund të shpenzoni për art, muzikë, dekor apo diçka që ju ushqen shpirtin. Shëndeti emocional është i ndjeshëm, ndaj zgjidhni ambiente të qeta dhe njerëz të tillë rreth vetes. Sot shpirti juaj lulëzon.